Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam i dërgojmë. Të dashur nxënës, vazhdojmë me vitrin sa dhe kemi. Vitri, domthonë e përmendëm se si falet një namaz 2 rekat edhe 4 rekat, ato dersën e kaluam kush don kthehet atje. Vitri në medhebin Hanefi si asl, si bazë, është vajib. Edhe pse domethënë Ebu Jusufi dhe Muhamedi thonë që është sunet. Ata e mbështetin këtë në një fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë thalathun kutibat alayya wa lam tuktaba alaykum, 3 gjëra janë bë obligim për mua e jo për juve, po për juve thotë wahiya lakum sunna, për juve sunet vitri, namazi duhas edhe kurbani. Therja kurbanit për kurban bayram. Mirë po, me thënë drejtën, kur e shohim transmetimin e këtij hadithi, na dal se hadithi domethënë hadithi është i dobët. Prandaj nuk ka nevojë me komentu, që i bie se ajo medhebin Hanefi asli, domethënë baza e kësaj mesele është vajib. Pastaj kanë diskutuar dietarët se çka është vajibi, çka është farzi, çka është suneti. Themi drejtën tek ulemat si gjumhur, si shumica e ulemave edhe 3 medhebat, ka vetëm farz edhe ka sunet. Kjo vajib domethënë e shtin në radhë të farzit, kurse te Hanefit është një dallim mes farzit dhe vajibit. Tash këtu ka shumë fjalë rreth këtij dallimi edhe që vendosin apo e ndajnë vajibin si një mesele nën farzin, si një mesele në vete. Kjo nga një anë mund ta quajmë ne si përparësie me dhëbet që kanë detalizuar do gjëra më shumë se sa të tjerët. Por nga ana tjetër, ata që se pranojnë që vajibi është ndamje në vete, thonë jo. Nuk ka argument thonë për këtë kur na nuk kemi dallim, domethënë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dalluar farzin për vajibet. Fjala wajib edhe fard ka është përmend me njëjtin kuptim, sipas atyre që thonë se s'ka ndamje mes vajibit e farzit. Por te Hanefit kjo mund ta quajmë neve at-tadqiq, me detalizu gjërat pak më thellë ose rëndësisht. Ata thonë që është e vërtetë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, siç transmeton Aisha radhiyallahu anha në Sahihun e Buhariut, kur nuk e ka lënë vitrin edhe sunetin e sabahit. Mirë po, vitri tek Ebu Hanife, pra është vajib. Vajibi është një nivel më i ulët se sa farzi. Se na nëse themi farz, edhe këtu përmend autore, atëherë po i bën që na i kemi 6 vakte, e jo 5. Por na i kemi 5 vakte. E vajibi vitri ku po hyn? Po hyn thotë si pjesë e yatsis. Pjesë e yatsis. Jo si obligim farz në vete, po si pjesë e yatsis, i cili zbanë me ulan, i cili është pasues i yatsis. Edhe pse kohën nuk e ka detyrimisht me yatsin, por ka transmetime me u fal domethënë prej pas yatsis deri në sabah. Deri në imsakun e sabahut vitri e ka kohën e vet, ama mas farzit yatsis. Thotë wa ziyadatu takunu min jinsil mazidi alayh. Zjada shtojca, që është baza, yatsia o baza, që është shtojc. Andaj që shtojca e njek bazën. Vitri është shtojc, e njek bazën, yatsin. Nuk është obligim në vete, se i bjen atër me thonë që janë 6 vakte. Prandaj ne përderisa thot, nuk themi që është farz, se na bëhet vakti 6. E ulim pak, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e kalon kur, ka urnu, ka stimulu me falet tjere, themi e bim pak ma poshtë wajib. Wajib dhe më thonë një kategori, jo sunet, sunetin nëse e le, s'ka problem, nëse fal ki sevap. Farzin, nëse fal e ki obligim edhe ki sevap, nëse e le ki gjuna. Vitri, as të kjo, as të aja. Me elon, nuk ki gjuna, por e ke anullu një sunet që kur se kalon pejgamberi, ose një veprim, se me thonë sunet për del të ajo. E nëse e lën,
Nëse lene ke kundërshtu një sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a sunetet tjera, sunetet nëse i lën, s'ke kundërshtu. Se edhe pejgamberi ka lënë sallallahu alaihi wasallam. Pra, këtu e kemi një detaj që domethënë na bën neve vitrin, sipas autorit, na bën vajib. Na bën vitrin vajib, pra një grad më ulët se sa farzi. Bile na është domethënë e vërtetuar kjo me hadithet sakta që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe nëse e ka lënë ndonjëherë ose i ka ikë ndonjëherë, ose sahabët edhe tabiinët kur ka ndodhur që ka lënë kret kanë këshilluar që më fal masi të lind dielli nesër mos më lën vitrin. E për sunet të tjera nuk është kjo. Që e vërtet, jemi të sinqert tash, pa marrë parasysh, e përkrajmë se ka ndamje vajib në shariat apo s'ka, si ndamje e veçantë, si një grad mes dy gradave, du ta pranojmë se Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë mbështetje më të fuqishme vitrit se sa suneteve tjera. Domethënë nuk e ka lënë kurrë. E dyta, nëse ka ndodhur që ka lënë ai apo transmetimet nga sahabët, kurdo që kanë mujtë kanë falë nesër për shembull. Por me kusht që nuk falet ditën namaze teke, po më falet namaz çift. Për shembull, nëse në vitri fal 3 rekat natën, atë nesër duhet më fal 4 rekat. Po me niyet të vitrit, se kur të lind dielli deri në perëndim s'ka namaz me rekate tek, po ka namaz veç me rekate çift. Prandaj edhe vitri ka lënë prej 3 në 4 rekate. Pra e dyta, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka lënë. E dyta, edhe nëse ka ndodhur që ai apo dikush më e lën, pa qëllim ose si më thon më e lën për një arsye të jashtme, jo me vetë dëshirë, e kanë zaventsu. E treta, e dini hadithin e Abu Hurairës nëse s'gaboj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka këshilluar me 3 gjëra, njëra prej tyre Ausani Khalili, i dashni më ka këshilluar, njëra prej tyre mos më ra pa fal vitrin, domethënë çaq më koni sigurt, s'ka ra Abu Hurairë pa fal vitrin. Normalisht është lejuar me ra, nëse je i sigurt që qohesh për namaz natës, nëse si je i sigurt atëherë më mirë fale para. E këtu domethënë tek pastaj është fol këtu, me thonë drejtën s'po du me hyrë shumë në detaje se si këta kanë vërtetuar që sunet, Ebu Hanife ka vërtetuar që është wajib, edhe çfarë është dallimi mes sunetit, çdo pak a shumë që i përmendëm, edhe po du me majtë atë gjuhën sa më të thjesht, që ata që na ndëgjojnë përmes kamerës, me pas të lehtë me kuptu, pa hyrë në stil me qyç shumë shkencor. Wa hiya indahuma a'la rutbatun min jami' as-sunan, thot, edhe pse edhe tek Ebu Jusufi dhe Muhamedi, Allah i mëshiroft gjithë, thot është grada më e lartë e sunetit, vitri. Se duan më e lartë se të gjitha sunetet, vitri është më e lartë, edhe më e lartë se namazi duhas, edhe më e lartë se namazi i natës, edhe se sunetet e 5 vakteve. Allahu a'lam. وهي 3 ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن. Vitri thot është 3 rekat, njëjtë sikur se akşami, namazi akşamit. Pa selam mes tyre, domethënë mas 2 rekatëve nuk i jep selam direkt që është për rekatën e tretë. لما روى ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب عن عائشة وأم المؤمنين وأم سلمة فالني. Thotë, kjo është transmetuar nga Ibn Mas'udi, Ibn Abbasi, Ubej ibn Kabi, Aisha dhe Ummu Salama. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falte vitrin 3 rekat, edhe nuk jepte selam vetëse në fund të tyre. Ky transmetim domethënë pastaj ka fjalë tek shejhi domethënë që Sheh Shuaibi, edhe që saksojnë edhe që e dobësojnë, po gjithsesi domethënë kjo është argumenti i tyre. Qale wa yaqra'u fi jami'iha, para se me dalë falni tek kjo domethënë që është falë me sikur se namazi akşamit, kel maghribi, si akşami, nuk jepte selam vetëse në fund. Kjo na ngrit një pikë pyetje parimisht, si akşami nuk ka dhënë selam në fund. Atëra pi bjen që ka nejt në teshehudin e parë, apo veç në teshehudin e fundit. Domethënë për dini akşami falet me 2 etejata, e parë dhe i fundit. Në shikim të parë nuk na aludon në mënyrë direkte autori, e
kemi thonë dhe po e përsërisim për shkak të shikuesve nesër mas nesër që ata nuk e din që kena thonë në fillim, kështu që detyrohemi her pas here, ndoshta është e lehtëshme për juve. Na flasim edhe mundohemi me i nejt tekstit besnik pa marrë parasysh, a pajtohet shikuesi me neve apo jo. Pra, autori po thotë 3 rekat si akshami. Edhe në shikim të parë, ty nuk t'jep me kuptu, autori s'jep me kuptu, a du të me nejt në ulljen e para veç në ulljen e fundit. Dhe më dhanë 3 rekat si akshami po. Por, me thënë drejtën, kur thotë kel maghrib si kur akshami, atëherë kjo mënyrë indirekte në aludan se du të me nejt edhe në ulljen e parë edhe në ulljen e dytë. Dhe më dhanë si akshami, si pas autorit jemi të thonë gjithmonë. Me nejt edhe në ulljen e parë edhe në ulljen e dytë. Unë s'pata kohë më kthy edhe me e detalizu, sepse nuk jam eksperti me dhehibit Hanefi, Allah në bëftë të diturën e ashtovdijen edhe devotshmërinë, më kthy dhe më dhanë se a ka fjalë të ulemave mrena me dhehibit që detalizojnë, a me falë 3 rekat me 1 etejat apo me 2 etejate. Por përderisa autori thotë që është sikur sa akshamet, ne jep me kuptu me 2 të shehude. Edhe pse, për hirtës së vërtetës, na kemi transmetimet të tjera, edhe pse këtu është përmend nga Ibn Abbasi edhe Ibn Mesudi, Ubej ibn Ka'bi, Aisha dhe Ummu Seleme, që kanë tregu se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka falë 3 rekat. Ka transmetime tjera të sakta që Rasulullah sallallahu alajhi wasallam ka tregu që mos me përngja vitrin me farzën e akshamit. Allahu alem mbetet domethënë për me analizu ata të cilët janë më të ditur se sa na me analizu këto, ndoshta na vjen koha që edhe neve me i lexu ma detajisht këto sane. Mirë, po dalim te pika tjetër, wa yaqra fi jami'iha. Thot edhe lexon në të 3 rekatet, në krejt rekatet. Pra tash çka me lexu në vitër. Wal mustahab an yaqra fi al-ula bi Fatihatil Kitabi wa sabbih isma rabbikal a'la. Thot është e pëlqyer në rekatin e parë mas Fatihas, pra do të thonë Fatihan do të me kënu në të 3 rekatet. Por sunet është në rekatin e parë me kënu mas Fatihas sabbih isma rabbikal a'la, surën a'la komplet. Pastaj në rekatin e dytë me kënu Kul ja eyyuhal kafirun, gjithmonë mas Fatihas. Edhe në rekatin e tretë na dim se në farze, në rekatin e tretë e të katër, në asnjë namaz nuk knohet sure. Tash në vitra me knu ajo, ata të cilët kanë thonë sunet, kanë thonë mos me knu. Ata të cilët kanë thonë farz, edhe ata mos me knu. Mirë po, të vajibe, për jetë si në mes, atër qka me bo? Thot, për me ikë dyshimeve, me knu Fatihan, mas Fatihas me knu një sure. Cëllën sure preferohet, sikur që preferun këto dyjat, surja Ala edhe Kafirun, në rekatin e tretë me knu suretul Ikhlas, apo Kul huwallahu ahad, sepse kjo është transmetun nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe hadithi është i saktë Tirmidhiu, Nesaiu edhe Ibn Majah dhe Imam Ahmedi kanë transmetuar, pa ashtu domethënë ka shumë transmetime edhe nga sahabët që i kanë lexuar këto 3 sure në vitër. E kështu që është sunet domethënë me i lexuar këto. Wa yaqnutu fi ath-thalithati qabla ar-ruku'i yarfa'u yadayhi wa yukabbir thumma yaqnut. Mas rekatit të tretë ka knu elhamin edhe surën, atër Allahu Akbar. Kemi thënë që durët nuk ka nevoj me u prek veshët, por transmetimet e me thejbit thonë me i afru dhe bëdhan, ose me i qu drejt me paka shumë me këto lapat e veshve. Thot Allahu Akbar para, dhe më thonë, kable ruku, para rukus. Edhe qka me bo, apet i lidh durët, edhe e lexon dua në kunutit. Kështu është transmetuar nga Aliu, nga Ibn Mesud, Ibn Abbas, Ubej ibn Ka'b, dhe më thonë që kanë thonë se para këta transmeton Ibn Majah, Nesaiu dhe të tjerë me hadith të sakt nga Ubej ibn Ka'bi, kurse nga Ibn Mesudi është me hadith të apo me zinxhir të dobët. Gjithsesi, thotë autori thotë nuk ka dua të caktuar për me bën në kunut. Autori thotë.
Edhe pse pastaj vazhdon thot është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dy dua. E para, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika. E deri në fund. Mirë po, ky transmetim është thot i dobët, edhe pse e shënon Ebu Davudin në Merasil, ka një libër tjetër, edhe disa dietarë të tjerë, por hadithi është i dobët. Ky hadithi i kunutit që është i njohur në për disa libra. Por më saktë është transmetimi tjetër, Allahumma hdina fi men hedejt, wa afina fi men afejt, wa tawallana fi men tawallejt. Deri në fund. Ky është hadith sahih, që e shënon Tirmidhiu, edhe të tjerë, Ibn Hibani kështu me radhë, edhe thot Imam Tirmidhiu, në këtë kapitullin e duas së kunutit, nuk ka transmetim më të mirë se sa që ky. Më të mirë, që e bie edhe më i saktë edhe fjalët më të përmbledhura, domethënë më të përgjithshme. Prandaj themi, kush ka mundësi e lexon këtë dua. A është obligim? Jo, s'është obligim kjo dua. S'është obligim. Por është mirë, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë mbetet sunet. Mirë. Po nëse dikush nuk e di, po thot autori, le të thot Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, o Zot na fal. O Zot na fal, apo na fal neve. Po edhe këtë nëse as jam unë me zavendësu me diçka tjetër, po. Edhe autori e përmend, thot, le të thot duan, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Domethënë deri në fund. Kështu thot disa dietar e kanë përkrah këtë dua, e kanë këshillu, po ka prej tyre që edhe salavatet i kanë knu. Mas për shembull Allahumma ighfir lana, kanë filluar edhe salavatet i kanë knu. Mirë po ka prej dietarëve thot mos me veçu salavatin, për arsye se nuk ka transmetim që është veçu salavatin. Por na themi her pas here nëse përdor mas duas edhe salavatet i dërgon apo në fund duas, atëherë nuk ka problem. Vazhdon autori wala qunuta fi ghayriha. Edhe përveç vitrit, nuk me dhëbën Hanefi nuk lejohet me bë kunut në ndonjë namaz tjetër. Këto thotë kemi transmetuar nga Ibn Mesudi, ku thotë nuk ka bë kunut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namaz sabahit përveç një herë një muaj që ka bë kunut, wala yaqnut qabla wala as para as mas asaj here s'ka bë më kunut. Më thonë, thot kurse Ummu Seleme thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu nga kunuti në namazin e sabahit. Pse është veçu namazi i sabahit? Për arsye se ka transmetime nga disa sahabë prej tyre është Enesi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë kunut në namazin e sabahit një muaj ditë kundër disa fiseve, kabileve të cilët e kanë tradhtuar, të cilët i kanë bë dëm dhe i kanë myt disa muslimanë. Ka bë një muaj ditë. Thot pastaj Enesi pastaj thot e ka lanë, nuk ka bën më dua. Këta dietarë që thonë se s'knohet, edhe që ky transmetimi i Enesit që ka knu pejgamberi kunut në namaz sabahit, nëse i bashkojmë, themi se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka knu një muaj, sipas autorit, pastaj është bën mensuh, është derogu ky veprim. Edhe mos zban, atëherë ka bën për një kohë caktuar, ju ka ndalu se ka praktikuar më. Edhe pse me dhëbin Shafi knohet kunut gjithmonë tan jetën në namaz sabahit. Allahu alem, por mendoj që më saktë është mos me bë kunut, përveç në ndonjë rast të caktuar, një herë, dy. Domethënë me raste të caktuara, por nëse shkojmë te mendimi që zban me bë kunut, edhe kjo është i fortë, edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bën një muaj ditë kunut për çata njerëz dhe mos ka bën. Mirë, nëse ndodh që ti më kon mas një imami i cili po bën kunut, çka më bë? Kemi 3 transmetime po që kështu mbrana me dhëbet, një me vazhdu ti vetë namazin, ata janë qenë me bë kunut. Ti zban, domethënë e vazhdon namazin derisa ti japish selam. I dyti thotë bën kunut me ta, këto dyjat, edhe i mesmi thotë rrin kom, nuk dahesh prej xhamatit, rrin kom. Ata le të bëjnë kunut ti rrin.
Kur bin ata në ruku ose në sejdë, në varet e kanë bërë para rukus a mas rukus kunutin, ti çka bën? Edhe ti bjen me ta në ruku ose në sejdë. Çfarë themi? Unë e përzgjedhja atë që me bë kunut me imamin, i cili po e ban atë kunut, pa parasysh domethënë për shembull është me dhëbet Shafi, ban kunut me ta, nuk është një mesele që ta prish namazin ose të nxjerr prej fesë, dhe na gjithmonë i marrim lehtësimet. Mirë, nëse ndodh që në namaz vitrit, po kthehemi prapë te vitri, besimtari ka harruar me bë kunut. Çka me bë? Thotë nuk ka nevojë sipas disa dietarëve me u kthy me bë kunutin. Ka rënë ruku, le të vazhdon me namazin, në sejdë e tjera. Kurse sipas Ebu Hanifës, nëse veç ka rënë ruku, hala pa ja nis pasi çohet shpejt e bën tekbirin, domethënë i lidh durt prap, sepse me dhëbën Hanefi masi të merret tekbiri, mahen durt lidhura dhe bëhet kunuti. Me dhëbet tjera domethënë, masi të ngriten durët, bëhen në këtë formë duke i majt durt e duas. Thotë çohet për ruku, nuk e plotson rukun, çohet e bën kunutin edhe bjen në ruku edhe në sejdë. Por nëse se ka bën, ka vazhduar dhe i ka rënë me masanina, Allahu edhe mas miri mendoj që s'ka nevojë me u bë se sejdë. Nuk ka nevojë me u bë se sejdë. Kalem të pika tjetër, wal qiratu fardun fi rak'atayn al-ulayayn. Në dy rekatet e para në vitër është farz me lexu. Me lexu. Çka me lexu? Fatiha. Edhe pse Allahu ka përgjithësu faqra'u ma tayassara min al-Quran. Lexoni çka të keni mundësi nga Kurani. Por hadithet që transmetim përgjithshëm që lexoni namaz, çka të keni mundësi? Hadithet na kanë përmbledh çka të keni mundësi, na kanë përmbledh. Cilla është mundësi? Mundësia më e mirë është Fatiha. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. S'ka namaz ai që se lexon Fatihatul Kitabin, surën Fatiha. Andaj themi edhe në vitër duhet mu lexu suratul Fatiha. E pastaj çka të lehtësohet nga surat ose ajetet. Mirë. Tash këtu e ka përgjithësu tash. Tash me të fortë domthon çka sa me lexu në përgjithësi jo vetëm te vitri e ka përgjithësu. Wa qala alayhi salam al-qira'atu fil ulayayn qira'atun fil ukhrayayn. Qira'ati leximi në dy rekatet e para është lexim në dy rekatet e fundit. Domethënë dy të parat e lexon elhamin edhe sure, në dy tjerat vetëm elhamin mjafton. Por që ky hadith leximi në dy të parat është lexim edhe e lun rolin e dy të fundit, thot autori e ka përmend Ibn Jauziu në hadithet e shpikura apo të shpifura. Nuk është hadith i sakt, po është hadith i rrejshëm, shkurt. Hadith i rrejshëm në këtë formë. Mirë. Sunnatun fil ukhrayayn wa in sabbaha fihima ajza'ahu. Në dy të parat thamë është vajib. Në dy të fundit sipas autorit mbetet sunet. E nëse bën në tasbih në dy të fundit pa Fatihan, për shembull thot subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika. S'lexon kur gjë tjetër, sipas autorit thot është mjaftueshme. Është mjaftueshme. Mirë po. Ebu Hanife ka thonë që edhe në dy recate e fundit surja Fatiha është vajib, është obligim edhe nuk lihet për qef. Nuk bën maulan për qef. Allahu alam. Wa miqdaru al-fardi ayatun fi kulli rak'a. Sa duhet me lexu mas Fatihas gjithmonë në dy rekatet e para, thotë me lexu sa një ajet në secilin rekat. Apo 3 ajete të shkurta. Sa janë 3 ajete të shkurta? Sa surja Ikhlas. Sa surja Kauthar. Inna a'tainaka al-Kauthar. E cila ka 3 ajete, apo edhe surja Asr wal Asr, inna al-insana fi khusr, pak a shumë, ndoshta me shkronja me fjalë, njëna ka më shumë se tjetra, por se çaty sillen. Prandaj themi ose 3 ajete të shkurta, ose një ajet më të gjatë. Sa duhet më kanë ajeti gjatë?
bile sa që të surët e shkurta. Sa, për shembull, me thonë, Yasin, Allahu Ekber, jo. Ama ban, së ditë pëse dhënë, me më baratu min Allahi wa Rasuli, alladhina ahatu min al-mushrikin. Do thonë, një ajet, një reshtë e gjys, një ajet, 2 reshta, plus minus, nëse lexon, e ke kry qatë obligimin. E ke ba tamën. Do thonë, kjo është ajo ma sakta. Mirë. Wal-wajib al-Fatiha was-suratu aw 3 ayat. Thotë në 2 reqatet e para është wajib. Kur themi wajib, do thonë obligim, që nëse se bën se sejdë. Duhet Fatiha edhe një sure, apo 3 ajete. 3 ajete në vend një surës. 3 ajete të shkurta. 3 ajete të shkurta. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. 3 ajete. E ke kry. Po, nëse janë më të gjata, ban një ajet sa 3 ajete të shkurta ose sa surja Kauthar, sa surja Ina Atajna. Mirë. Nëse e lën me qëllim, thotë duhet me bë se sejdë. Wa sunnatu an yaqra fi al-fajr wa adh-dhuhri tiwal al-mufassal. Autori thotë sunet është që në sabah edhe në drek me lezu me ajetet më të gjata ose me surat e gjata. Është për qëllim, kurse në iqeni edhe një atësi, thotë me surat e mesme, kurse në aksham me surat e shkurta. Kështu thotë autori i ka këshillu Omer ibn al-Khattabi, njerëz të vetë, në veçanti Ebu Musa Ashariun kur ja ka dërguar letrën, por thotë nuk kemi ndonjë transmetim të saktë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thuhet tash autori po thotë kështu. Thuhet në sabah me lexu nga 40 deri në 50 ajete. Dikush ka thonë nga 40 deri 60 ajete. Dikush ka thonë nga 60 deri 100 ajete. Çfarë dallimi, cila është më sakta, ta bëjmë një përmbledhje. Thotë, ata që janë të devotshëm shumë, edhe kanë një xhamat, sikurse vetë, quhen këta zuhad, zuhad, ata asketët e nivelit nalt. Këta, po avliat, këta lexojnë kanë 100 ajete në sabah. Ata, e dyta kategori, ata që janë për xhamia zyrtare, edhe ku ka xhamat të përgjithshëm, le të ndalen tek 60-shi, jo të 100-shi. Edhe kemi kategorinë e tretë, ato xhamit të cilat janë nëpër fabrika që janë të punu njerëzit, ose nëpër rrugë. Edhe për shembull është prej një qytetin në qytetin tjetër, edhe është një pompë benzinit dikun, edhe që aty është një xhami, shpejt më falë, domethënë edhe me ik. Punëtorët vinë aty falen. Ne jemi të volë, për sabajin është pak problem, për shembull sabaj me u falë me një xhami ku ka punëtor, për arsye se punëtorët nuk punojnë në ora 4 ose në ora 5. Por megjithatë kanë përmend autori, atëherë thotë aty lexon me ajetet më të vogla. Me ajetet më të vogla 40 ajete e ka detalizuar. Mirë, në drek, sabajin e kuptuam, 3 kategori. Në drek, thotë me lexu mesatarisht 30 ajete, kurse në aksham edhe, në ikindi edhe një atësi me 20 ajete. Po flasim gjithmonë mesatarisht, për shembull nëse e marrim ta marr shembull surën Ali Imran ose Tauba. Nëse në surën Tauba në sabah i lexojmë 60 ajete në xhami zyrtare. Atëherë çaja xhamia në drek le të lexojë 30 ajete. Çaja xhamia në iqenia dhe një atësi le të lexojë 20 ajete. E në aksham, normal në aksham sa ma shkurt. Jo, ajo bindja është e gabume që bëhet kiameti në aksham, por dhe mund ta falim ma shpejt, se nëse të na pi bjen kiameti, atëherë në Amerikë pi bjen dreka, në aksham nëse i bjen të na kiameti. Dhe më thonë, mirë po, për shkak se akshami ka kohën ma të shkurt, nuk ka shumë luft për namaz. Edhe lexohet ma pak, për shembull Ina Atajna, Elem Tara Kejfe, këto 10 surët e
10 surët ose 20 surët e fundit pite wadduha e të poshtë. Mirë, wa fi halati darurati was-safar yaqra'u biqadri al-hal. Nëse ka raste të udhëtimit ose të caktuara, nevoja të caktuara, atëherë thot lexon sipas mundësisë. Kjo, domethënë bie poshtë, se thamë është diçka veç e pëlqyer. Me transmetime nuk është farz kjo që përmendëm kjo ndarje. Mirë. Wala yata'ayanu shay'un min al-Qur'ani li shay'in min as-salawat. Nuk duhet me e veçu një pjesë të Kuranit për një namaz të caktuar. Me thonë kështu. Surja Kul huwallahu ahad duhet vetëm në akşam u lexu. Edhe me marr hoxha, mi boj edhe të sure që e lexon ato veç në akşam, thotë këto veç për akşam janë. Këta s'ban për drejt me lexu. Jo, kështu s'kemi. Nuk kemi kështu. Nuk s'ka transmetim. Lexo çka dush, bile lloj-llojshmëria është pjesë e sunetit, ma preferume. Po a me lexu në sabah, në recatën e parë ma shumë se sa në recatën e dytë, transmetimet sakta nuk më kujtohet që ka, por ulemat e kanë pëlqyer që namaz sabahit me lexu në recatën e parë ma shumë se sa në recatën e dytë, për arsye se njerëzit nështë ta çu dikush më vonesë dhe mundet me emri namazin ma lehtë recatën e parë. Kurse në vakte të tjera, thot autori, gjithmonë jemi të fol, atë që thot autori, thot nuk e shohim të preferuar që me lexu në recatën e parë namazet tjera, ma shumë se sa në recatën e dytë. Te dreka, është të vërtet që në drekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka zgat namazin e drekës. Është interesant, por themi jo sa të sabahit, por e ka zgjat, sa ka transmetime ka që njeriu ka qenë xhami, ka hyrë në farz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka shku në periferi, që ka qenë Bekia në periferi, 300-400 metër ose 200 metër tash, mos ta bëj shumë sakt prejme, ka shku, ka derdh ujë, ka marrë avdesin, edhe i ka nxonë hala në recatën e parë. Normal, nuk ka shku ai ka dal të bëhet qef e muhabet e luks. Ka shku shpejt e shpejt për me zonë namazin. Që jep me kuptu se ka lexuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam pak më gjatë në drekë se sa për shembull në ikindi ose në akşam ose në yatsi. Tham nuk lejohet me i nda disa sure për lloj-llojshmëria është më mirë. A lejohet 2 sure me i lexu me një recat? Thot nuk është kjo sunet, por është e lejuar nëse bëhet her pas here. Për shembull, e lexon ti faqen e parë të surës Yasin në recat të yatsis. Edhe tekët qatë ditë me lexu edhe Kul huwallahin në fund. Në qatë recat, ban me lexu. Her pas here, domethënë me i bashku 2 ose 2 sure, vëdan me lexu Kul a'udhu birabbil falak dhe Kul a'udhu birabbin nas bashkë me një recat. Ban, por jo me e bë tradit. Por nëse asi nuk ka problem, insha Allahu Ta'ala, nuk ka problem. Mirë, këto sot i kemi, nga se pika tjetër është e gjatë, edhe kemi lënë për dersin tjetër. Allahu na fal, na përmirësoft dhe na shtovdijen, walhamdulillahi rabbil alamin.